Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Đurić tha sot se historia ka regjistruar shumë ngjarje që lanë gjurmë të qëndrueshme në rendin ndërkombëtar dhe se agresioni i NATO-s kundër Republikës Federale të Jugosllavisë me 24 mars të vitit 1999 i kryer pa miratimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara është sigurisht një prej tyre. Gjurić shkroi në rrjetin social Instagram se ajo periudhë tragjike i kaloi shumë pike të kthesës në kujtesën e popullit serb, duke shënuar një kohë humbje të thella vështirësisht dhe pasojash afatgjate për vendin tonë. 27 vjetori i fillimit të bombardimit të NATO-s mbi Republikën Federale të Jugosllavisë u shënua me vendosjen e kurorave pranë monumentit të vëllezërve Milić në veri të qytetit të Mitrovicës. Kurora u vendosën nga ndihmës drejtoresha zyres për Kosovë dhe Metohi Milica Dakić, përfaqësuesit e listës serbe Zlatan Elić dhe Igor Simić dhe përfaqësuesit e qeverisë lokale Ivan Zaporožac dhe Nemanja Biševac pas vendosjes së kurorave. Milica Dakić theksoi se monumenti i vëllezërve Milić është simboli i trishtimit, por edhe një shenjë se Serbia i kujton viktimat e saj. Pak para fillimit të përkujtimit të përvjetorit të fillimit të bombardimeve të NATO-s në konvoj automjetësh me zyrtar nga Prishtina u pa në Mitrovicën e veriut. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti vizitoi mikronaseljen e shoqëruar nga ministrat Donika Gërvalla dhe Xhelal Sveqa dhe kryetari i komunës së Mitrovicës së Jugut Faton Peci. Pasdite, presidenti i Kosovës Vjosa Osmani vizitoi mikronaseljen veçmas. Duke përkujtuar dhe vendosur kurora në kryqin e përkujtimit për viktimat e bombardimeve të NATO-s në Graçanis u shënua 27 vjetorin nga fillimi i bombardimeve të Republikës Federale të Jugosllavisë me mesazhin se populli serb nuk e uli kokën. Në pranitën e numrit të madh qytetarësh, priftërit e eparkisë së Rashko Prizrenit shërbyen një përkujtim ndërsa kurora vendosën zëvendësdrejtori i zyres për Kosovë dhe Metohi Miloš Terzić, kryetari i distriktit të Kosovës Srđan Popović, kryetari i komunës së Graçanicës Novak Živić dhe Dejan Miladinović, kryetari i autoritetit të përkohshëm të Prishtinës. Për vjetori i fillimit të bombardimeve të NATO-s u shënua në Zveçan me një shërbim përkujtimor dhe vendosjen e kurorave në monumentin e qytetarëve që vdiqën në periudhën nga viti 1998 deri në vitin 2001. Në atë periudhë u vranë 13 qytetarë të Zveçanit. Kurora vendosen familjarët e viktimave, ndihmës drejtoresha zyres për Kosovë dhe Metohi Milica Dakić dhe udhëheqësit e komunës së Zveçanit. Qytetarët, familjarët e viktimave, përfaqësuesit e komunës dhe shoqatët u mblodhen në memorialin e Leposavić për të shprehur respektin e tyre dhe për të ruajtur kuptimin e viktimave. Kurora vendosi kryetari i komunës Zoran Todić, familjarët e viktimave dhe përfaqësuesit e veteranëve. Ish këshilltari Ibrahim Rugovës Jan Oberg tha se bombardimi u dha shqiptarëve të Kosovës atë që ata konsiderojnë shtet të pavarur, ndërsa u solli vuajtje dhe poshtrim të madh serbëve. Ai beson se do të kishte qenë e mundur të gjendej një zgjidhje përmes negociatave nëse nuk do të kishte pasur bombardime. Një zyrtar i lartë i KFOR-it, general majori portugez në pension Raul Cunha tha se bombardimi i NATO-s ishte plotësisht kundër ligjit ndërkombëtar dhe se konferenca ndërkombëtare e Rambujës e cila i parapriu asaj ishte një farsë. Ai gjithashtu tha se nuk mund ta imagjinoj që Serbia duke njohur Kosovën e pavarur. Historiani Aleksandar Guxić tha se serbët dhe shqiptarët e Kosovës kanë pikpamje të kundëra për bombardimin e 27 viteve më parë dhe se serbët e shohin atë ngjarje si fillimin e vuajtjeve që vazhdojnë edhe sot, ndërsa për shqiptarët ajo përfaqëson fazën përfundimtare të luftës për shtetësinë e Kosovës. Analisti Artan Muhaxhiri konfirmon se shqiptarët dhe serbët e shohin bombardimin e NATO-s nga perspektiva të ndryshme dhe se kjo ndodhi sepse nuk ishte vend për dialog politik. Ishte ose ajo situatë të vazhdonte ose të një forcë e madhe dhe fuqishme ushtarake të ndërhynte, shpjegoi Muhaxhiri.
Moti nesër do të jetë pjesërisht i vranet me intervale me diell pasdite në zona kodrinore dhe malore është e mundur shiu afat shkurtër, paradite ere dobët dhe ndryshueshme, pasdite ere mesatare jugperëndimore dhe jugore. Temperatura më e ulët e ditës do të jetë nga 1 deri në 7, kurse ajo më e larta ditës nga 15 deri në 20 gradë Celsius.